Përfundon në spital çfarë ndodhi ish-banorit të Big Brother. Ish-banori i Big Brother VIP Kosova dhe ish konkurrenti i përputhen Mevlan Shaba ka shqetësuar ndjekësit e tij pas një postimi të fundit në Instagram, ku shihet në spital me sorum në dorë. Mevlani ka ndarë një foto në Insta Story ku shihet me një infuzion, por nuk ka dhënë detaje të tjera mbi gjendjen e tij shëndetësore. Ai ka shkruar vetëm: "Më mirë do bëhet", duke u munduar disi të shqetësojë ndjekësit dhe të afërmit e tij. Për më tepër, Mevlani ka zgjedhur që të mbajë një jetë private dhe larg vëmendjes mediatike pas daljes nga reality show. Ai tani jeton një jetë më të qetë me partneren e tij, Ornelda, dhe vajzën e tyre Mei. Pas periudhës së famës, Mevlani është fokusuar më shumë te familja dhe ndjekësit kanë qenë të shqetësuar për shëndetin e tij. Për momentin, ende nuk dihet se çfarë problemi shëndetësor e ka detyruar atë të shkojë në spital, por ndjekësit janë të shqetësuar dhe po e mbështesin atë në këtë periudhë. Pas postimit, shumë fansa kanë lënë komente inkurajuese, duke i dëshiruar shërim sa më të shpejt. Ndjekësit janë në pritje të më shumë informacioni mbi gjendjen e tij dhe shpresojnë që Mevlani të rikuperohet sa më shpejt. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.